Në këtë moment, ndërsa po lexoni këtë fjali, 3 sonda robotike po gërmojnë në tokën e Marsit. Perseverance, Curiosity dhe Insight po dërgojnë gjetje që shkencëtarët e NASA-s po debatojnë të publikojnë plotësisht. Por çfarë qëndron pas kësaj hezitimit? Në nëntor të 2021, Dr. Jennifer Eigenbrod nga Goddard Space Flight Center zbuloi të dhëna që i bën ata ta rishikojnë mënyrën se si e kuptonin mundësinë e jetës përtej tokës. Çështja nuk është nëse ka jetë në Mars. Çështja është se çfarë do të thotë fakti që bazat kimike të jetës janë aty dhe NASA nuk e di ende si ta shpjegojë atë pa e ndryshuar të gjithë kornizën tonë shkencore. Të kthehemi në vitin 2016. Misioni Curiosity zbuloi molekula organike komplekse në shkëmbinjtë e thatë të Marsit që kishin 3 miliardë gjysmë vjet. Kjo nuk ishte një zbulim i vogël. Ishin aminoacide, bloqe ndërtimi të proteinave, të ruajtura brenda mineraleve që dikur kishin qenë në kontakt me ujë. Doktor Paul Mahaffey, shef shkencëtar i instrumentit SAM në Curiosity, e përshkroi këtë si momentin kur ekipi realizoi se Mars nuk ishte planet i vdekur. Ishte një botë që ruante sekretet e një periudhe kur mund të kishte patur kushte për jetë. Por këtu fillon diçka që shkencëtarët nuk e kishin parashikuar. Këto molekula nuk ishin vetëm fosile kimike. Ato ishin aktive në mënyra që sugjeronin procese që vazhdonin ende. Në tetor të 2020, teleskopi James Webb Space, në atë kohë ende në testim, kalibroi një prej sensorëve të tij drejt Marsit. Ishte vetëm një test, por ajo që ktheu nga atmosfera marsiane i bëri inxhinierët të rishikonin të dhënat 3 herë. Havia e metanit në Mars nuk ishte konstante siç prisnim nga proceset gjeologjike. Ajo luhatet. Çdo stinë marsiane, sasia e metanit rritet dhe bie në mënyrë ciklike në përputhje me ritme që në tokë shoqërohen vetëm me organizmat e gjallë. Doktor Marco Giuranna nga Agjencia Hapësinore Italiane botoi një raport në revista shkencore ku tregonte se këto luhatje kishin një model. Nuk ishin të rastësishme. Ishte sikur diçka në sipërfaqen ose nën sipërfaqen e Marsit po lëshonte metan në përgjigje të dritës diellore. Imagjinoni që po shikoni një sipërfaqe që duket e pajetë dhe pastaj vini re se ajo po merr frymë. Kjo është ajo që shkencëtarët panë në të dhënat, por NASA nuk e quajti jetë, e quajtën fenomen gjeokimik. Përdoren terma si procese abiotike, cikle minerale, reaksione redoks. Por brenda laboratorëve të tyre, pyetja ishte më e thjeshtë. Nëse këto të dhëna do të vinin nga toka, a do të dyshonin për jetë? Përgjigja ishte po. Kështu që pse Mars ishte i ndryshëm? Në shkurt të 2022, një artikull në revistën Nature Astronomy propozoi diçka radikale. Ekipi i Dr. Dirk Schulze-Makuch nga Universiteti Teknik i Berlinit argumentoi se mund të kemi gabuar pyetjen themelore. Ne po kërkonim për jetë si e njohim në tokë. Ujë lëngshëm, temperatura të moderuara, oksigjen. Por Mars sot është një shkretirë ngrirë me presion atmosferik 1% herë më të ulët se toka. Çfarë nëse jeta në Mars nuk ishte si jeta jonë? Çfarë nëse kishte evoluar në kushte kaq ekstreme, sa ne as nuk do ta njihnim atë kur do ta shikonim? Ata sugjeruan që mikrobet marsiane, nëse ekzistonin, mund të jetonin në kristale kripa, të mbrojtur nga rrezatimi dhe të ushqyer nga kimia minerale. NASA nuk e mohoi këtë teori, por as nuk e mbështeti publikisht. Thjesht vazhdoi të thërriste për më shumë të dhëna. Por çfarë të dhënash? Në mars të 2021, Perseverance zbriti në kraterin Jezero, një pëllg i thatë lumi që dikur mbante ujë të pastër. Brenda muajve të parë, instrumenti Sherlock zbuloi diçka të papritur. Strukturat në shkëmbinj që përngjasonin me stromatolitet, formacione që në tokë krijohen vetëm nga bakteret që fotosintezojnë. Doktor Ken Farley, shkencëtar i projektit Perseverance, shpjegoi se këto struktura kishin shtresa, asimetri dhe forma që në gjeologji toksore do të konsideroheshin si prova biologjike. Por në Mars, standardi i provës ishte më i lartë. NASA kërkonte jo vetëm forma, por gjurmë kimike që nuk mund të shpjegoheshin ndryshe. Këtu është ku historia bëhet e vështirë për t'u ndjekur, sepse NASA nuk po thotë se nuk ka gjetje. Po thotë se ka gjetje që nuk mund t'i interpretoj brenda kornizës aktuale shkencore.
Në gusht të 2021, një memorandum i brendshëm nga Jet Propulsion Laboratory, i rrjedhur më vonë në mediat shkencore, tregonte se ekzistonin 5 rezultate anomale nga Perseverance që nuk mund të shpjegoheshin me modelet e pranuara. Këto përfshinin raportet izotopike që sugjeronin fraksionim biologjik, model molekulash që ngjasonin me lipide dhe struktura në shkallë nano që duken sikur membrana qelizore të degraduara. Asnjë prej këtyre nuk ishte provë përfundimtare, por së bashku ato krijonin një konfiguracion që shkencëtarët e kuanin shqetësues të interesant. A është kjo fshehje? Jo në kuptimin konspirativ, por është një formë hezitimi institucional. NASA është në presion për të shmangur gabimet e kaluara. Sikur në vitin 1996 pretendoi se kishte gjetur fosile bakteriale në një meteorit marsian, vetëm për t'u përgënjeshtruar më vonë. Ai incident krijoi një standard ku provat duhet të jenë jo vetëm bindse, por absolute. Prandaj çdo gjetje që mund të sugjeron jetë kalohet nëpër nivele të shumta verifikimi, redaktimi dhe debate të brendshme. Procesi mund të zgjatë vite, dhe ndërkohë publiku merr vetëm gjysmën e historisë. Merrni havin e fosfatit. Në maj të 2020, Perseverance analizoi mostra shkëmbinjsh që përmbante nivele të larta fosfati organik. Fosfati është esencial për ADN, ARN dhe ATP, molekulat që ruajnë dhe transferojnë energji në të gjitha formate jetës toksore. Në tokë, përqendrimet të tilla, fosfati organik në shkëmbin, janë gati gjithmonë biologjike. Por në Mars, NASA e shpjegoi këtë si rezultat i proceseve hidrothermale. Argumenti ishte që uji i nxehtë që rrithte nëpër shkëmbin mund të kishte përqendruar fosfatin. Por Dr. Tori Höller nga NASA Ames Research Center publikoi një koment ku shprehte rezerva. Ai shkroi se përqendrime fosfati kaq të larta me këtë shpërndarje dhe në kontakt me karbon organik janë shumë të vështira për t'u shpjeguar pa procese biologjike. Megjithatë, raporti zyrtar i NASA-s nuk përmendte dyshimet e tij. Kjo është një nga faktet që NASA nuk po e fsheh në tërësi, por po e minimizon. Shumica e gjetjeve organike në Mars janë të shpjegueshme në mënyra të shumta. Por kur i vendosni ato së bashku, kur shikoni modelin e përgjithshëm, paraqitet një skenar që shkencëtarët janë të nguruar ta diskutojnë hapur. Ky skenar është se Mars dikur kishte jo vetëm ujë, por edhe një cikël të plot të karbonit, azotit dhe fosforit që mund të kishte mbajtur jetë mikrobe. Dhe ka të dhëna që sugjerojnë se disa prej këtyre cikleve mund të vazhdojnë ende nën sipërfaqe, në shtresa të ngrira të ujit të kripur ku temperatura mbetet mbi pikat e ngrirjes. Në qershor të 2021, Dr. Vlada Stamenković nga Jet Propulsion Laboratory modeloi kushtet nëntoksore të Marsit duke përdorur të dhënat nga sonda InSight. Ai zbuloi se në thellësi prej 3 deri në 10 kilometra, temperatura mund të arrijë deri në 15 gradë Celsius, mjaft e ngrohtë për ujë lënshëm të kripur. Këto zona do të ishin të mbrojtura nga rrezatimi dhe do të kishin presion të mjaftueshëm për të mbajtur lëngje. Nëse këtu ekzistojnë mikrobe, ato do të jetonin në errësirë absolute, duke u ushqyer me energji kimike nga reaksionet ndërmjet shkëmbinjve dhe ujit. Kjo quhet kemosintezë dhe është plotësisht e mundur. Në tokë, organizmat e tillë ekzistojnë në thellësi oqeanike, larg diellit, vetëm me kimikate për t'u mbajtur gjallë. NASA e di këtë, por të zbuloj se ka jetë në thellësi disa kilometrash nën sipërfaqen e Marsit, kërkon teknologji që ende nuk ekziston. Kërkon shpime, sonda që mund të depërtojnë në shkëmbin dhe mostra që mund të kthehen në tokë pa u kontaminuar. Plani aktual për të kthyer mostra nga Marsi nuk pritet para vitit 2033. Deri atëherë, të gjitha të dhënat janë indirekte, të interpretueshme në mënyra të shumta dhe objekt debati. Por jap se kjo ka rëndësi. Nëse Marsi pati jetë dhe nëse ajo jetë nisi pavarësisht nga jeta toksore, atëherë jeta nuk është e rrallë. Nëse du planet në një sistem diellor kishin kushte për jetë, atëherë universi është plot me mundësi për biogjenezë, lindjen spontane të jetës nga kimia. Kjo ndryshon ndjenjen tonë të rëndësisë, të izolimit, të qëllimit. Dhe kjo është arsyeja pse NASA po ecën me kujdes. Nuk është vetëm një çështje shkencore, është filozofike, kulturore, madje politike. Në shtator të 2020, Akademia Kombëtare e Shkencave në Shtetet e Bashkuara botoi një raport mbi standardet e provave për jetë jashtëtoksore. Raporti rekomandonte që NASA të vendosë një shkallë besueshmërie, ku gjetjet do të vlerësoheshin jo si po ose jo,
por si probabilitete. Një gjetje mund të ishte 80%, e mundur të jetë biologjike, por pa mjaftueshme për konfirmim përfundimtar. Kjo do të lejonte shkencëtarët të ndanin të vëna ambigue pa pretenduar zbulime që më vonë mund të rezultojnë të gabuara. Por deri më sot, NASA nuk ka adoptuar këtë sistem, duke preferuar të presë për provë absolute para se të bëjnë ndonjë deklarat publike. Dhe kështu, faktet mbeten në raporte teknike, revista shkencore të specializuara dhe konferenca akademike ku publiku i gjerë nuk merr pjesë. Sa prej këtyre fakteve janë vërtet të fshehura, dhe sa prej tyre janë thjesht të varrosura nën shtresa birokracie dhe standardesh konservatore. Kjo është pyetja që shkencëtarët debatojnë mes vete, por rrallë diskutojnë publikisht. Le të shohim faktin e dytë. Në dhjetor të 2020, instrumenti RIMFAX në Perseverance, një radar depërtues në tokë, zbuloi reflektime anomale në nëntokën e kraterit Jezero. Këto reflektime ngjasonin me ato të liçeneve nëntoksore në Antarktikën toksore, ku uji i kripur mbetet lëngshëm edhe në temperatura nën zero. Dr. Svein Erik Hamran, nga Universiteti i Oslos, kryesuesi i instrumentit RIMFAX, tha në një intervistë publikuar në revista Space Science Reviews se sinjalet ishin konsistente me lëngje në thellësi prej rreth 100 deri në 200 metra. Nëse këto janë ujëra nëntoksore, ato mund të përmbajnë mikrobiotope të izoluara për miliona vjet. Në tokë kemi shembuj të tillë. Liçeni Vostok në Antarktik është i izoluar nën 4 kilometra akull për 15 milion vjet. Kur shkencëtarët shpuan atje në vitin 2013, gjetën mikrobe që jetonin në kushte ekstreme, me temperatura prej -2 gradë Celsius dhe presion të lartë. Këto mikrobe ishin evoluar në izolim total, duke zhvilluar mekanizma biokimik që nuk gjen askund tjetër në planet. Nëse Mars ka liçene të ngjashme, ato do të jenë muze biologjike, duke ruajtur forma jete që mund të na tregojnë se si jeta fillon dhe përshtatet në kushte që ne konsiderojmë të pamundura. Por NASA nuk ka konfirmuar se reflektimet e RIMFAX janë ujë. Raporti zyrtar thot se ato janë të konsistueshme me lëngje, por mund të jenë edhe struktura gjeologjike me permitivitet dielektrik të ngjashëm. Kjo është gjuha e kujdesit shkencor, por është gjithashtu gjuha e dyshimit institucional. Derisa të merren mostra direkte, të gjitha mbeten spekulim. Fakti i tretë është më i vështirë për të pranuar për shkencëtarët mainstream. Në prill të 2021, fotot e reja nga kamerat me rezolucion të lartë të Perseverance treguan struktura filamentoze në sipërfaqen e shkëmbimeve që ngjajnë me baktere filamentoze që gjenden në burime termale toksore. Doktorin Nathalie Cabrol nga SETI Institute analizoi këto imazhe dhe konstatoi se përmasat, forma dhe shpërndarja hapësinore e këtyre strukturave ishin të papajtueshme me formacione purt kristale ose erozion. Në një paraqitje në konferencën Astrobiology Science në maj të 2021, ajo argumentoi se këto struktura meritojnë përparësi për analizë më të detajuar. Por misioni nuk i përfshiu ato në planin e mostrimit. Pse? Sepse strukturat janë në një zonë të vështirë për të arritur dhe komisioni është e kufizuar. Por kritikët thonë se kjo është shpërfillni më shumë se kujdes shkencor. Nëse do të ishte në tokë, këto struktura do të grumbulloheshin më i herë për analizë mikrobiologjike. Në Mars, ato mbeten vetëm si piksele në një fotografi. Dhe kjo na çon te fakti i katërt. Atmosfera e Marsit po ndryshon. Në gusht të 2020, instrumenti MAVEN që orbiton rreth Marsit zbuloi se raporti i argonit 40 me argon 36 ishte duke ndryshuar në mënyrë sezonale. Këto ndryshime nuk mund të shpjegohen me proceset atmosferike të njohura. Dr. Bruce Jakosky nga Universiteti i Colorados sugjeroi se një burim nëntoksor po lëshonte gaz në atmosferë, ndoshta nga aktivitet vulkanik ose nga procese biologjike. Në tokë, mikrobet që jetojnë në thellësi lëshojnë gaze si metan, hidrogen sulfid dhe amoniak. Nëse Marsi ka mikrobe nëntoksore, ato do të lëshonin gjurmë të ngjashme. NASA e ka këtë të dhënë, por nuk e ka publikuar një shpjegim të plotë. Raportet zyrtare flasin për anomali sezonale që kërkojnë studim të mëtejshëm. Ndërkohë, shkencëtarët jashtë NASA po propozojnë modele që përfshin jetë mikrobe, por këto modele nuk përfshihen në komunikimet zyrtare. Fakti i pestë është më i habitshmi. Në tetor të 2021, analiza e të dhënave arkivore nga misioni Phoenix që zbriti në Mars në vitin 2008
zbudoi diçka që ishte shpërfillur në kohën e saj. Mostra e tokës që Phoenix analizoi përmbante perklorate, të cilat të dëmshme për jetën toksore. Por ajo përmbante gjithashtu komposto që në tokë prodhohen vetëm nga baktere që jetojnë në mjedise të kripura. Dr. Rafael Navarro Gonzalez nga Universiteti Kombëtar Autonom i Meksikës rishikoi të dhënat dhe konstatoi se modeli i përgjigjes kimike ishte i njëjtë me atë që merret nga bakteret halofile toksore. Ai botoi gjetjet në revista International Journal of Astrobiology, duke thënë se këto të dhëna ishin humbur në zhurmën e rezultateve të tjera, por duhet të merren seriozisht. NASA nuk komentoi drejt për këtë rishikim, por as nuk e mohoi atë. Thjesht vazhdoi me planin ekzistues të misioneve pa ju kthyer atij vendi të Phoenix për mostra të reja. Kjo është treguesi një modeli më të gjerë. Të dhënat që nuk përshtaten në narrativën kryesore tentohen të injorohen, derisa bëhen të pamundura për të injoruar. Pra, çfarë na thot kjo? Na thot se Marsi nuk është planet që mendonim se ishte. Nuk është thjesht një shkretir e vdekur, një version i vogël i tokës që humbi shansin e saj për jetë. Është një botë aktive, komplekse dhe mjaftueshme me pazakont, sa ne ende nuk kemi mjetet konceptuale për ta kuptuar plotësisht. Çdo gjetje e re krijon më shumë pyetje se sa përgjigje. Dhe NASA, si institucioni më i besueshëm në kërkimin hapësinor, është në një pozitë të vështirë. Nëse publikon gjëra shumë herët, rrezikon kredibilitetin e saj. Nëse pret shumë gjatë, rrezikon të akuzohet për fshehje. Por a ka vërtet fshehje? Jo në kuptimin e dokumenteve të klasifikuara dhe komploteve qeveritare. Ka diçka më të sofistikuar. Një filtrim institucional ku gjetjet ambigue nuk i jepet e njëjta platformë si gjetjeve të qarta. Ka një procesi ku rezultatet që sfidojnë paradigmat ekzistuese duhet të kalojnë nëpër nivele më të larta verifikimi se sa rezultate që i konfirmojnë ato. Kjo nuk është keqdashse. Është thjesht mënyra se si funksionon shkenca në institucione të mëdha. Por ka një kosto. Publiku nuk merr tërë historinë, dhe shpesh duhen vite ose dekada para se të dhënat të rilijohen dhe rianalizohen. Dhe kështu, Marsi mbetet një misteri hapur. Çdo mision zbulojnë më shumë, por çdo zbulim na largon nga një përgjigje thjesht. A ka jetë atje? A pati jetë dikur? A mund të ketë ende jetë në thellësi që ne nuk e kemi arritur ende? Këto pyetje janë më të mira sot se sa ishin 5 vjet më parë, sepse tani kemi të dhëna që na detyrojnë t'i bëjmë ato. Dhe kjo është ndoshta fshehja më e madhe e NASA-s. Jo që ka prova, por që nuk ka prova të mjaftueshme, dhe kjo e bën historinë më intriguese se çdo konfirmim i thjeshtë. Por çfarë ndodh kur i përmbysim këto pyetje? Çfarë ndodh kur nuk pyesim nëse ka jetë në Mars, por pse ne presim që jeta të duket ashtu si e njohim? Në janar të 2022, Dr. Carol Cleland nga Universiteti i Colorados botoi një artikull teorik që sfidoi thelbin e mënyrës se si ne e kërkojmë jetën. Ajo argumentoi se përkufizimi ynë i jetës është fundamentalisht toksor. Ne e bazojmë në ADN, në karbon, në ujë lëngshëm dhe në metabolizma që evoluan në kushtet specifike të planetit tonë. Por kjo është një gabim logjik, i njohur si devijim mostrimi. Ne po kërkojmë për atë që dim, jo për atë që mund të ekzistojë. Imagjinoni që një qytetërim i panjohur dëshiron të zbulojë nëse ka jetë në tokë, por i vetmi koncept që ka për jetë është bazuar në silikon, në metan lëngshëm dhe në temperatura që arrin 40 gradë nën zero. Ai mund të skanojë tokën për shekuj dhe të konkludojë se është një planet i vdekur, sepse asnjë nga kushtet që ai kërkon nuk ekziston këtu. Ne mund të bëjmë të njëjtën gabim me Marsin. Cleland propozoi një qasje radikale. Në vend që të përkufizojmë jetën me atë që bën, ne duhet ta përkufizojmë me atë që është. Jeta, thoshte ajo, nuk është një listë karakteristikash, metabolizëm, riprodhim, rritje. Jeta është një sistem kimik i aftë për të evoluar nëpërmjet seleksionit natyror. Nëse një sistem mund të ndryshojë, të përshtatet dhe të kalojë informacion në gjeneratat e ardhshme, ai është i gjallë, pavarësisht nga baza kimike që përdor. Kjo ndryshon gjithçka, sepse në Mars ne kemi gjetur të dhëna që nuk përshtaten me jetën toksore, por as nuk përshtaten me proceset gjeologjike të thjeshtë. Kemi gjetur diçka që qëndron mes. Një zonë gri ku kimia bëhet mjaft komplekse sa të ketë karakteristika që i ngjajnë jetës, pa qenë plotësisht ajo që ne e quajmë jetë.
Le të shqyrtojmë një rast konkret që NASA e ka diskutuar vetëm në literatura teknike. Në qershor të 2021, instrumenti SuperCam në Perseverance analizoi një shkëmb të quajtur Roshet. Ky shkëmb kishte 3 shtresa të dukshme, njëra e pasur me hekur, një me karbon organik dhe një me sulfate. Ky kombinim në gjeologjinë toksore është karakteristik për mjedise ku bakteret sulfat reduktuese jetojnë në sedimente të mbulluar me ujë. Këto baktere marrin sulfatin dhe e kthejnë në sulfid, duke liruar energji që përdorin për të jetuar. Dr. Luther Beagle, drejtues shkencor i SuperCam, mori mostra spektroskopike që treguan se sulfatet në Roshet kishin një izotop shumë të lehtë, një shenjë që në tokë lidhet me fraksionim biologjik. Kur mikrobet përpunojnë sulfatin, ato preferojnë izotope më të lehta, sepse kërkohet më pak energji për t'i thyer lidhjet kimike. Rezultati është një sulfat me përqendrim më të lartë izotopit të lehtë se sa do të priste nga proceset kimike të pazhvilluara. NASA e përshkroi këtë gjetje si të konsistueshme me aktivitet hidrotermal. Uji i nxehtë, në teori, mund të shkaktojë fraksionim të ngjashëm, por kur Beagle paraqiti këto të dhëna në konferencën e shkencës lunare dhe planetare në mars të 2022, ai shtoi një koment që nuk u përfshi në raportin zyrtar. Modelet hidrotermale nuk shpjegojnë pse fraksionimi është kaq i teksuar, as pse shpërndarja e sulfatit ndjek shtresat organike me kaq precicion. Në tokë, të dyja këto do të ishin shenja të forta për aktivitet biologjik. Pra pse NASA nuk e quan këtë provë? Sepse standardi është i jashtëzakonshëm i lartë. NASA nuk dëshiron të përsërisë gabimet e kaluara. Në vitin 1996, presidenti Bill Clinton shpali në shtëpinë e Bartë se NASA kishte gjetur fosile bakteriale në meteorin marsian ALH 28841. Fotot tregonin struktura që dukeshin si baktere të fosializuara dhe analiza kimike zbuloi karbon organik në zonën ku ato u gjetën. Por brenda 2 vitesh, shkencëtar të tjerë treguan se strukturat mund të ishin formuar nga procese jo biologjike dhe se karboni organik mund të kishte ardhur nga kontaminimi pas rënies së meteoritit në Antarktik. Skandali shkencor që pasoi u bë mësim për NASA. Asnjëherë më të mos pretendosh jetë derisa provat të jenë absolute dhe të pambahuesa. Por çfarë është një provë absolute për jetë? Në tokë, ne e dim jetën, kur e shohim sepse ajo lëviz, ushqehet, rritet. Por fosile nuk lëvizin, treset e lashta nuk rriten. Ne identifikojmë ato nëpërmjet shenjave indirekte. Struktura që nuk formohen nga kristalizimi rastësor, kimika që ka asimetri që vetëm proceset biologjike prodojnë, izotope që kanë fraksionim selektiv. Në Mars, të gjitha këto shenja ekzistojnë, por asnjë nuk është e pamohueshme. Çdo gjetje mund të shpjegohet me një hipotezë alternative mjaftueshëm kreative. Kjo është forca dhe dobësia e shkencës. Ajo nuk pranon prova derisa të gjitha alternativat janë eliminuar. Por në një planet ku ne nuk mund të bëjmë eksperimente të kontrolluara, ku çdo mostër duhet analizuar nga miliona kilometra larg, eliminimi i të gjitha alternativave është gati i pamundur. Dhe kështu, NASA mbetet në një qëndrim pritshmërie. Çdo mision sjell të dhëna të reja që shtojnë në mozaikun e provave, por asnjëra nuk mjafton vetëm. Provat janë kumulative, jo përfundimtare. Dhe kjo krijon një problem komunikimi. Si t'ia shpjegosh publikut se ne kemi 10 shenja që sugjerojnë jetë, por asnjë që e provon? Në shtator të 2021, NASA organizoi një konferencë të brendshme për të diskutuar strategjinë e komunikimit publik për gjetjet e Marsit. Pjesëmarrësit përfshinin shkencëtar, ekspert komunikimi dhe përfaqësues të administratës. Sipas shënimeve të rrjedhura më vonë, debati u përqendrua në një dilemë. A duhej NASA të fillojë të përdorte gjuhën probabilistike, duke thënë se ka 50% shenjë për jetë të kaluar në Mars, apo të vazhdojë me gjuhën tradicionale shkencore, ku çdo gjetje cilësohet si anomali që kërkon studim të mëtejshëm? Grupi u nda. Disa argumentuan se publiku meriton transparencë të plot edhe kur të dhënat janë ambigue. Të tjerë thanë se probabilitetet pa kontekst mund të keq interpretohen dhe të krijojnë pritje të rreme. Në fund, vendimi ishte të vazhdohet me qasjen aktuale. Të dhënat do të publikoheshin në revista shkencore me gjuhë teknike, dhe komunikimet publike do të mbeteshin konservatore derisa të ketë provë definitive. Por kjo qasje ka një problem.
Publiku nuk lexon revista teknike. Publiku lexon tituj, shikon konferenca për shtyp dhe dëgjon intervista të shkurtra. Dhe në këto formate, NASA nuk jep historinë e plot. Jep pjesë, fragmente, gjysmë të vërteta. Të mbyllura me kujdes në gjuhë që minimalizon rëndësinë. Le të shohim një shembull konkret. Në nëntor të 2020, Perseverance analizoi një shkëmb të quajtur MAAS. Analiza spektroskopike zbuloi përqendrime të larta olivine, një mineral që në tokë gjendet në shkëmbin bazaltik të formuar nga magma. Por në MAAS, olivina ishte e shoqëruar me molekula organike, që në tokë gjendet vetëm në sedimente biologjike. Këto molekula, të quajtura lipide policiklike, janë përbërës të membranave qelizore në mikrobet halofile, që jetojnë në mjedise me kripëra të larta. Dr. Abigail Allwood, shkencëtare e PIXL instrument në Perseverance, analizoi këto gjetje dhe konstatoi se përqendrimet e lipideve ishin shumë herë më të larta se sa pritet në kontaminimi meteorik ose nga sinteza biotike. Ajo propozoi në një raport të brendshëm se këto lipide meritojnë analizë më të thellë me instrumente që mund të detektojnë kiralitetin, drejtimshmërinë molekulare që është një shenjë universale e proceseve biologjike. Por kur NASA publikoi raportin publik për MAAS, përmendi vetëm olivinën dhe vuri theksin në origjinën vulkanike të shkëmbit. Lipidet u përmendën si gjurmë organike që kërkojnë studim të mëtejshëm, pa asnjë detaj për përqendrimet ose për propozimin e Allwood. Pse? Sepse lipide nuk janë provë definitive. Ato mund të vinë nga burime të shumta dhe NASA nuk dëshiron të krijojë pritje që më vonë mund të zhgënjejnë. Por kjo sjell një paradoks. Nëse çdo gjetje individuale nuk mjafton për provë dhe nëse NASA nuk komunikon se sa shumë gjetje të tilla janë grumbulluar, atëherë publiku nuk kupton madhësinë e asaj që po zbulohet. Publiku mendon se Mars është ende një planet i panjohur, ndërsa në realitet, Mars është planeti më i studiuar përveç Tokës, me volum të dhënash që rritet çdo ditë. Deri në vitin 2022, NASA kishte grumbulluar mbi 80 terabajt të dhënash nga Marsi. Për kontekst, kjo është sa e gjithë Biblioteka e Kongresit e Shteteve të Bashkuara e konvertuar në tekst digital, 3 herë. Brenda këtyre të dhënave ka mijëra anomali, qindra gjetje që nuk përshtaten me modelet ekzistuese dhe dhjetra rezultate që nëse do të vinin nga Toka, do të konsideroheshin si prova të forta për jetë. Por NASA nuk ka burimet për të analizuar të gjitha këto të dhëna menjëherë. Çdo mision ka një afat kohor, një ekip të kufizuar dhe prioritete të përcaktuara nga objektivat e misionit. Kështu që shumë të dhëna mbeten të pa analizuara, të ruajtura në arkiva që shkencëtarët do t'i rishikojnë vite më vonë kur teknologjitë të përmirësohen dhe metodat të avancojnë. Kjo është një nga arsyet pse zbulimet për Marsin shpesh vijnë me vonesë. Një mostër e marrë në vitin 2020 mund të mos analizohet plotësisht deri në vitin 2025. Një fotografi e bërë në vitin 2019 mund të rishikohet në vitin 2023 dhe të zbulohet diçka që ishte shpërfillur. Shkenca e Marsit nuk ndodh në kohë reale, ndodh në cikle të gjata, verifikimi, rishikimi dhe debati. Dhe kjo na çon te një pyetje më thelbësore. Çfarë do të thotë të dish diçka? Në shkencë, ditja nuk është bindje, nuk është ndjesi. Është një proces ku hipotezat testohen kundër provave, ku rezultate replikohen, ku komuniteti shkencor arrin konsensus nëpërmjet debatit dhe këmbimit të hapur të ideve. Por në rastin e Marsit, ky proces po ndodh në kushte që nuk janë ideale. Mostra nuk mund të replikohen lehtësisht, sepse çdo mostër kërkon një mision që kushton miliarda dollar. Eksperimente nuk mund të përsëriten në kohë reale, sepse instrumente janë miliona kilometra larg dhe komunikimi ka vonesë 10 minutash. Komuniteti shkencor nuk ka akses të barabartë në të dhëna, sepse disa janë të mbrojtura nga embargo e misioneve derisa ekipi kryesor të publikojë rezultatet e tij. Kështu që ditja për Marsin është jo plot, jo perfekte dhe në zhvillim të vazhdueshëm. Dhe kjo është në rregull. Kjo është se si funksionon shkenca. Por kur publiku pret përgjigje të qarta, po ose jo, jetë ose jo jetë, institucioni shkencor duket sikur po fshin diçka, kur në të vërtetë thjesht po pret të ketë prova që plotësojnë standardet e veta të ashpra. Por ka një tjetër shtresë në këtë histori që rrallë diskutohet: kostoja politike e zbulimit të jetës jashtëtoksore.
Nëse NASA shpall se ka gjetur jetë në Mars, ajo nuk do të jetë thjesht një lajm shkencor. Do të jetë një ngjarje kulturore, filozofike, madje fetare. Do të ndryshojë mënyrën se si njerëzit e shohin vendin e tyre në univers. Në mars të 2022, Instituti Pew Research kreu një sondazh në Shtetet e Bashkuara për të matur reagjimet publike ndaj mundësisë së jetës jashtëtoksore. 65% e të anketuarve thanë se do të donin të dinin nëse ekziston jeta në planet të tjerë. Por kur u pyetën nëse kjo do të ndryshonte besimet e tyre fetare, vetëm 28% thanë jo. Më shumë se gjysma thanë se nuk ishin të sigurt ose se do të duhej të rimendonin disa aspekte të besimit të tyre. Kjo tregon se zbulimi i jetës në Mars nuk do të jetë i papërfillshëm. Do të ketë pasoja shoqërore që NASA duhet të menaxhojë. Dhe kjo ndikon në mënyrën se si NASA komunikon gjetjet e saj. Organizata nuk dëshiron të shkaktojë trazira pa qenë absolutisht e sigurt. Nuk dëshiron të krijojë kriza besimi që mund të destabilizojnë komunitete që tashmë janë nën presion. Por a është kjo arsye mjaftueshme për të mbajtur informacion? A është e etikshme që një institucion publik i financuar me taksat e qytetarëve të vendosë se çfarë informacioni është i sigurt për t'u ndarë dhe çfarë nuk është? Kjo është një pyetje pa përgjigje të lehtë. Nga njëra anë, NASA ka përgjegjësi për të qenë saktë. Nëse shpall jetë dhe gabon, humb kredibilitetin dhe dëmton shkencën për dekada. Nga ana tjetër, NASA ka përgjegjësi për transparencë. Nëse mban të dhënat që publikoj mund të interpretoj vetë, po krijon një asimetri informacioni që cenon demokracinë shkencore. Disa shkencëtar kanë propozuar një zgjidhje të mesme. Platforma të hapura të dhënave, ku çdo kush mund të shkarkojë dhe analizojë të dhënat në misionet e Marsit. NASA tashmë ka disa prej këtyre platformave si Planetary Data System, por ato kërkojnë njohuri teknike të larta për t'u përdorur. Për një qytetar të zakonshëm, të dhënat janë të paaksesueshme pa trajnim të specializuar. Në prill të 2022, një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Arizonës lancoi një iniciativë të quajtur Mars Open Data Project. Qëllimi ishte të krijoni mjete software që i bënin të dhënat e Marsit të aksesueshme për jo specialist. Brenda muajve, mijëra përdorues shkarkuan të dhëna dhe filluan të bëjnë analizat e tyre. Disa nga ata zbuluan anomali që ishin shpërfillur në analizat zyrtare. Një rast i veçantë ishte zbulimi i një strukture në imazet e HiRISE, kamerat me rezolucion të lartë që orbitojnë Marsin. Një inxhinier software nga Brazili, duke përdorur algoritme të mësuarit me makinë, identifikoi një model në shpërndarjen e shkëmbimeve në një lugjin që ngjante me modelet që formohen nga rrjedha të përsëritura të ujit. NASA nuk e kishte komentuar këtë zonë sepse nuk ishte në listën e prioriteteve të misionit. Por kur rezultatet e inxhinierit u publikuan në një forum online, shkencëtar të tjerë filluan të rishikojnë imazet. Brenda javësh, një artikull u botua në revista Icarus, duke konfirmuar se modeli ishte konsistent me aktivitet hidrologjik të përsëritur. NASA përfundimisht përfshiu atë zonë në planetë e ardhshme të vëzhgjimit. Ky rast tregon se shpërndarja e të dhënave mund të shpejtojë zbulimet, por gjithashtu tregon se NASA nuk mund të analizojë gjithçka vetë. Ka thjesht shumë të dhëna dhe shumë pak kohë. Kështu që pjesa e historisë që publiku nuk merr, nuk është gjithmonë e fshehur me qëllim. Shpesh është thjesht e pazbuluar ende, duke pritur dikë që ka kohën dhe mjetet për ta parë. Por kjo na kthen te pyetja fillestare. Çfarë po fsheh NASA? Përgjigjja është se NASA nuk po fsheh fakte konkrete, po fsheh pasigurinë, po fsheh kompleksitetin, po fsheh realitetin se shkenca nuk jep përgjigje absolute, por vetëm nivele të ndryshme të besueshmërisë. Dhe kjo është ajo që publiku gjen të vështirë për të pranuar. Ne duam historitë e qarta. Duam heronj dhe zbuluese. Duam momente kur dikush shpall eureka dhe gjithçka bëhet e qartë. Por shkenca nuk funksionon kështu. Shkenca është një grumbullim i ngadaltë i provave, një proces ku çdo gjetje duhet të vendoset në kontekst, ku çdo rezultat duhet të testohet kundër alternativave, ku çdo konkludim duhet të mbështetet në konsensusi i komunitetit. Në këtë kuptim, çfarë NASA po fsheh nuk janë sekrete. Është procesi vetë. Është mënyra se si shkenca bëhet, me ngadalshmëri, me kujdes dhe me dyshim të shëndetshëm. Dhe ndoshta ky është mësimi më i rëndësishëm që Marsi na mëson, jo se çfarë ka atje, por se si ta zbudojmë atë. Jo përgjigjet, por pyetjet që na detyrojnë t'i bëjmë. Imagjinoni një qelizë bakteriale.
Një mikrobi vetëm, i vogël aq sa 1.000.000 prej tyre, do të zinin hapësirën e kokrës së rërës. Brenda saj, miliona molekula lëvizin në koreografi të përsosur. Proteine palohen, ADN-ja kopjohet, membrane përpunojnë energji. Kjo qelizë është një univers i plot i kompleksitetit. Tani zmavojeni këtë skenë, jo në hapësirë, por në kohë. Ajo qelizë riprodhohet çdo 20 minuta. Në një ditë, një mikrobi vetëm mund të bëhet 8 milion. Në një javë, nëse kushtet janë ideale, pasardhësitë e tij do të mbullonin sipërfaqen e një oqeani. Por në Mars, koha lëviz ndryshe. Aty nuk ka cikle ditore që nxisin metabolizëm të shpejtë. Nuk ka oqeane që shpërndajnë lëndë ushqyese. Nuk ka atmosferë që mbron nga rrezatimi. Nëse ekziston jetë atje, ajo ndoshta riprodhohet çdo dekadë, çdo shekull, ndoshta çdo 1000 vjeçar. Një qelizë që në tokë do të krijonte një koloni brenda orësh, në Mars mund të mbetet e vetme për gjithë ekzistencën e saj. Dhe këtu është paradoksi i parë. Sa më ngadalë lëviz jeta, aq më e vështirë është ta detektosh. Instrumentet tona janë dizajnuar për të matur aktivitet, por nëse aktiviteti ndodh aq ngadalë sa nuk mund të vëzhgohet brenda jetës së një misioni, atëherë jeta mund të jetë aty, por e padukshme. Në vitin 2019, një eksperiment në tokë testoi këtë ide. Shkencëtarë në Universitetin e Kopenhagës vendosën baktere në kushte që simulonin sipërfaqen e Marsit. Temperatura -60 gradë Celsius, presion gati vakum, rrezatim ultraviolet intensiv. Bakteret u vunë në gjendje hibernuese që quhet kriptobios, ku metabolizmi reduktohet në 1/100 milionin e nivelit normal. Në këtë gjendje, një qelizë mund të mbijetojë për mijëra vjet pa konsumuar energji. Eksperimenti vazhdoi për 5 vjet. Në fund, shkencëtarët i rikthyen bakteret në kushte normale. Brenda javësh, ato filluan të riprodhohen sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por këtu është detaj interesant. Gjatë atyre 5 viteve, asnjë instrument nuk mund të detektonte se ato ishin gjallë. Nuk emetuan gazra, nuk lëshuan nxehtësi, nuk konsumuan lëndë ushqyese. Ishin biologjikisht aktive, por funksionalisht të vdekura nga pikpamja e çdo matjeje që NASA mund të bënte nga distanca. Ky eksperiment nuk u publikua gjerësisht. Rezultatet dolën në një revistë specializuar që lecohet kryesisht nga astrobiologe, por ai ngre një pyetje shqetësuese. Sa prej instrumenteve që NASA dërgon në Mars janë në gjendje të detektojnë jetë që nuk ngjason me jetën toksore? Sa prej metodave tona kërkimi bazohen në supozimet që jeta duhet të jetë aktive, që duhet të emetoj, që duhet të konsumoj? Nëse jeta marsiane ka evoluar për të mbijetuar në kushte ekstreme, duke hyrë në gjendje metabolike aq të ngadalshme sa janë pothuajse të ndalura, atëherë ne mund të jemi duke kërkuar në vendin e gabuar me mjetet e gabuara. Ky është paradoksi i shkallës kohore. Në tokë, matim biologjik ndodh në sekonda deri në orë. Në Mars, ai mund të ndodh në shekuj. Dhe instrumentet tona nuk janë dizajnuar për të kapur atë mashtap. Por ka një paradoks tjetër, më i thellë dhe më shqetësues. Në maj të 2022, Dr. Dirk Schulze-Makuch nga Universiteti Teknik i Berlinit botoi një artikull që sfidoi një nga paradigmat themelore të astrobiologjisë. Ai argumentoi se disa nga eksperimentet e NASA mund të kenë vrarë jetën marsiane pa e kuptuar. Shpjegimi i tij filloi me misionet Viking nga vitet 70. Viking 1 dhe 2 ishin misionet e para që kryen eksperimente biologjike direkte në Mars. Njëri prej eksperimenteve, i quajtur Labeled Release, shtoi lëndë ushqyese të radioaktive në mostrën e tokës marsiane dhe mati, nëse gazra do të çliroheshin si rezultat i metabolizmit. Rezultatet ishin pozitive, gazra u çliruan menjëherë. Por kur mostrën e nxehen për ta sterilizuar dhe e përsëritën eksperimentin, gazra nuk u çliruan më. Kjo ishte konsistente me aktivitet biologjik, por instrumenti tjetër, spektrometri i masës gaz kromatograf, nuk gjeti molekula organike. Kështu që NASA konkludoi se rezultati pozitiv ishte proces kimik, jo biologjik. Por Schulze-Makuch argumentoi se ky konkludim mund të ishte gabim. Ai vuri në dukje se lëndët ushqyese që Viking shtoi në tokë ishin të tretur në ujë. Për mikrobe toksore, uji është jetë. Por për mikrobe që jetojnë në mjedise me kripëra të larta si ato në Mars,
Shtimi i ujit të pastër mund të jetë vdekjeprurës. Kjo quhet stres osmotik. Nëse një qelizë është e përshtatur për të jetuar me përqendrime të larta kripe, Shtimi i papritur i ujit të pastër shkakton plasjen e membranës qelizore. është si të vendosësh një peshk uji të kripur në ujë të ëmbël. Ai vdes menjëherë. Schulze Makuch propozoi se eksperimenti Viking mund të ketë shkatërruar mikrobet marsiane duke i mbuluar me ujë. Gazrat që u matën mund të kishin qenë produkte të dekompozimit të qelizave që sapo kishin vdekur. Dhe kjo do të shpjegonte pse nuk u gjetën molekula organike. Ato u shkatëruan nga vetë eksperimenti. Kjo hipotezë nuk ishte e re. Disa shkencëtarë kishin propozuar në vitet 80, por u injorua, sepse modelet e kohës preferonin shpjegime jo biologjike. Por në vitin 2022, Schulze Makuch rishikoi të dhënat me modele të reja, që përfshin ekstresofile, Organizmat që jetojnë në kushte ekstreme. ai zbuloi se modeli i çlirimit të gazrave në eksperimentin Viking ishte identik me atë që ndodh kur baktere halofile toksore ekspozohen ndaj ujit të pastër. NASA nuk ka komentuar zyrtarisht për këtë rishikim, por disa shkencëtarë brenda agjencisë kanë pranuar privatisht se kjo është një hipotezë vlefshme që meriton testim. Problemi është se testimi kërkon një mision të ri që përsërit eksperimentin Viking, por me protokolle të dizajnuara për të mos dëmtuar mikrobe halofile. Një mision i tillë nuk është në planet aktuale, dhe kjo na çonte pyetja më e vështirë. Sa prej asaj që konsiderojmë si prove negative për jetën në Mars është thjesht dështim metodologjik? Sa prej eksperimenteve tona kanë qenë të dizajnuara me supozime që nuk zbatohen për jetë jo toksore? Kjo është një pyetje që shkencëtarët astrobiologë diskutojnë në konferenca, por rrallë paraqesin publikisht sepse minon autoritetin e institucionit. Nëse NASA pranon se mund të ketë gabuar në interpretimin e të dhënave nga Viking, publiku do të pyes: çfarë tjetër mund të keni gabuar? Dhe kështu, diskutimi mbetet brenda komunitetit shkencor, ndërsa publiku vazhdon të mendojë se çështja është e mbyllur. Por le të shkojmë një shkallë më lart. Le të flasim për paradoksin më të madh të gjithave. Se sa e vogël është njohuria jonë për Marsin në krahasim me atë që pretendojmë se dim. Në shtator të 2021, një analizë statistikore e botuar në revista Planetary Science Letters vlerësoi se të gjitha misionet e NASA në Mars, të kombinuara, kanë eksploruar më pak se 1/10.000 të sipërfaqes së planetit. Imagjinoni Tokën. Tani, imagjinoni se gjithë çfarë dini për Tokën vjen nga eksplorimi një zone me madhësi prej Manhattanit, një qytet i vetëm. Dhe bazuar në atë, ju duhet të konkludoni nëse Toka ka okeane, male, shkretira, pyll tropikal, akullnajsa polare. A do të ishit të sigurt në konkluzionet tuaja? Natyrisht që jo. Por kjo është saktësisht situata në të cilën gjendemi me Marsin. Kemi eksplorim të një sipërfaqeje aq të vogël sa është statistikisht e parëndësishme. Dhe megjithatë, ne nxjerrim konkluzione të gjera për të gjithë planetin. Ne themi se Marsi është i thatë, por kemi kontrolluar më pak se 1/1000 të nëntokës së tij. Themi se nuk ka jetë aktive, por kemi matur aktivitet biologjik vetëm në 5 vende. Themi se atmosfera është e qëndrueshme, por kemi monitoruar vetëm për disa vite në një histori planetare që zgjat miliarda vjet. Kjo është shkalla e ignorancës tonë, dhe është një shkallë që NASA rrallë komunikon hapur, sepse do të dëmtonte kredibilitetin e misioneve të saj. Por ka një shkencëtar që e ka thënë këtë publikisht. Dr. Christopher McKay nga Ames Research Center i NASA-s ka argumentuar prej vitesh se ne duhet të pranojmë kufizimet e njohurive tona për Marsin. Në një paraqitje në konferencën e Astrobiology në prill të 2022, ai tha se termi shkretëtirë marsiane është i gabuar, sepse sugjeron se e dim se çfarë ka atje. Ai propozoi termin e panjohur marsiane, sepse ky është realiteti. Ne nuk e dim. Kjo deklarat nuk u transmetua shumë. Mediat preferojnë të raportojnë për zbuluese, jo për njohjen e ignorancës. Por brenda komunitetit shkencor, ajo filloi një debat që vazhdon ende. Disa argumentojnë se pranimi i ignorancës do të dëmtonte financimin e misioneve të ardhshme. Të tjerët argumentojnë se pranimi i ignorancës është i vetmi zhuk për të bërë shkencë të mirë, sepse vetëm kur e di se çfarë nuk di, mund të dizajnosh eksperimente që japin përgjigje të vërteta. Dhe kjo na kthen te shkalla e perceptimit. Çfarë nënkuptojmë kur themi se e dim diçka?
Në fizik, dim se si funksionojnë ligjet e gravitetit sepse kemi testuar ato miliona herë në kushte të ndryshme dhe asnjëherë nuk kanë dështuar. Por në astrobiolog nuk kemi asnjë rast të konfirmuar të jetës jashtë tokës. Kështu që çdo deklaratë që bëjmë për mundësinë e jetës në Mars bazohet jo në njohuri, por në ekstrapolim. Ne marrim atë që dim për jetën toksore dhe e projektojmë në kushte marsiane. Por nëse jeta marsiane funksionon me parime të ndryshme, atëherë të gjitha ekstrapolimet tona janë të pavlefshme. Dhe kjo është arsyeja pse NASA po ecën me kujdes. Nuk është sepse po fsheh prova. Është sepse provat që ka nuk janë të mjaftueshme për të tejkalluar skepticizmin e vet. Shkenca ka një nivel shumë të lartë prove për pretendimet e jashtëzakonshme, dhe asgjë nuk është më e jashtëzakonshme se sa pretendimi që kemi gjetur jetë në një planet tjetër. Kështu që çdo gjetje duhet të kalojë nëpër nivele të shumta verifikimi. Duhet të jetë replikueshme. Duhet të jetë e pajtueshme me ligjet e fizikës. Duhet të jetë e pashpjegueshme nga çdo proces jo biologjik i njohur. Dhe duhet të konfirmohet nga instrumente të pavarura duke përdorur metoda të ndryshme. Ky standard është i vështirë për t'u arritur, por është i nevojshëm, sepse nëse NASA shpall jetë dhe gabon, dëmi do të jetë i paktyeshëm. Jo vetëm për NASA, por për shkencën në tërësi. Publiku do të humbas besimin në metodën shkencore. Dhe ky është një rrezik që asnjë institucion nuk mund ta marrë lehte. Por ka një kosto për këtë kujdes. Kostoja është që publiku nuk merr tërë historinë. Publiku merr vetëm versionit të përpunuara, të filtruar nëpër nivele birokracie dhe politike, komunikimi. Dhe kjo krijon një perceptim se Mars është më i njohur se sa është në realitet. Njerëzit shohin fotografi me rezolucion të lartë dhe mendojnë se e dim gjithçka për atë planet. Por fotografit janë vetëm sipërfaqe. Ato nuk tregojnë se çfarë ka në thellësi, se çfarë ka në nën tokë, se çfarë ka në vende që nuk kemi vizituar ende. Ato nuk tregojnë procese dinamike që ndodhin në shkallë kohore që ne nuk mund t'i vëzhgojmë. Ato nuk tregojnë kompleksitetin që fshihet në thjeshtësinë e dukshme. Dhe kjo është arsyeja pse Marsi mbetet një mister. Jo sepse nuk kemi të dhëna, por sepse të dhënat që kemi na tregojnë se sa shumë nuk dim. Çdo mision zbulon më shumë pyetje se sa përgjigje. Çdo eksperiment hap rrugë të reja hullumtimi që kërkojnë instrumente që ende nuk ekzistojnë. Çdo fotografi tregon detaje që nuk mund të shpjegohen me modelet aktuale. Dhe kështu, Marsi bëhet jo më pak, por më shumë enigmatik me kalimin e kohës. Kjo është e kundërta e asaj që prisnim. Ne mendonim se sa më shumë të mësonim, aq më e qartë do të bëhej fotografia. Por në realitet, sa më shumë mësojmë, aq më e ndërlikuar bëhet fotografia. Dhe kjo është një nga zbulues më të rëndësishme të shekullit 21, se universi nuk është i thjeshtë. Është i ndërlikuar në mënyra që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Dhe Mars, ky planet i vogël i kuq që mendonim se ishte i vdekur dhe i thjeshtë, rezulton të jetë një nga sistemet më komplekse që kemi studiuar ndonjëherë. Dhe ja ku jemi tani. Në një pikë ku çdo përgjigje që marrim na shpije në 5 pyetje të reja. Ku çdo instrument që dërgojmë në Mars na tregon diçka që nuk e prisnin modelet tona. Ku çdo fotografi, çdo matje, çdo analizë spektroskopike na kujton se po shikojmë vetëm një copë shumë të vogël të një figure shumë më të madhe. Por le të ndalemi këtu. Le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni që jeni një mikrob që jeton në një pikë uji në një gur pranë bregut të oqenit. Bota juaj është ajo pikë uji. Aty jeton komuniteti juaj. Aty ka ushqimin tuaj, rrezatimin që ju nevojitet, parametrat kimik që ju ngjoni. Dhe tani imagjinoni që një val ju merr dhe ju hedh në një tjetër pikë uji në të njëjtin gur, vetëm 5 cm më tutje. Nga perspektiva juaj, kjo është një univers krejtësisht i ri. Temperatura mund të jetë disa gradë më e ulët, saliniteti mund të jetë 20% më i lartë. Mikrobet që jetojnë atje mund të jenë specie krejtësisht të ndryshme. Dhe megjithatë, për dikë që qëndron në breg dhe shikon, të dyja pikat e ujit janë thjesht pjesë e të njëjtit gur, në të njëjtin oqean, në të njëjtin diell. Kjo është mënyra se si ne po shohim Marsin. Ne jemi mikrobet në pikën e parë të ujit. Kemi eksplorim në 5 vende. Kemi të dhëna nga 6 orbitues. Kemi analiza nga 3 robot që lvizin në sipërfaqe. Dhe bazuar në këtë,
Po përpiqemi të kuptojmë një planet që ka sipërfaqe sa toka toksore e kombinuar, atmosferë dinamike që ndryshon sezonalisht, nën tokë që zjatet kilometra në thellësi dhe histori gjeologjike që shtrihet mbi 4 miliarde gjysmë vjet. Shkala e këtij problemi nuk është vetëm teknike, është konceptuale. Ne po përpiqemi të kuptojmë një sistem duke parë vetëm fragmentet e tij, dhe jo fragmente të përzgjedhura rastësisht, por fragmente të përzgjedhura, bazuar në kritere teknike dhe financiare. Ne zbresim ku është e sigurt të zbresim, eksplorojmë ku roboti mund të lundrojë, analizojmë mostra që instrumentet tanë mund t'i përpunojnë, dhe pastaj nga ky grup i kufizuar i të dhënave, nxjerrim konkluzione për një planet të tërë. Por në nëntor të 2022, ndodhi diçka që rrallë ndodh në shkencë, një eksperiment që sfidoi vetë bazën e metodologjisë tonë. Dr. Alberto Fajren, nga Qendra Cornell për Astrofizikë dhe Shkenca Planetare, dizajnoi një eksperiment simulimi. Ai krijoi një model kompjuterik të Marsit duke përdorur të gjitha të dhënat që kemi. Pastaj, ai kërkoi programit të parashikojë ku do të ishte më e mundur të gjente gjurmë jete nëse ajo ekziston. Rezultatet ishin shokuese. Modeli tregoi se asnjë nga vendet që ne kemi eksplorim deri tani nuk është në 80% e zonave më premtuese. Madje, disa nga vendet më të mira për jetë marsiane janë në rajone që ne kemi ignoruar plotësisht, sepse janë shumë të vështira për t'u arritur. Jugjinat e thella në skajin e Valles Marineris, zona në hije permanente në kratera polare, shtresat të thella sedimentare në Medusa e Fossae. Fajren botoi këtë gjetje në revista Astrobiology në dhjetor të 2022 me një titull që shkaktoi debat. A jemi duke kërkuar në vendet e gabuara? Artikulli argumentoi se strategjia jonë e eksplorim është ndikuar shumë nga kufizime inxhinierike dhe jo mjaftueshëm nga shkenca. Ne shkojmë ku mund të shkojmë, jo ku duhet të shkojmë. NASA nuk komentoi publikisht për këtë artikull, por brenda ai shkaktoi një rishikim të planeve të ardhshme. Disa mision po rishikohen tani për të përfshirë rajone më të vështira, por kjo kërkon teknologji të reja. Robot që mund të zbresin në terene me pjersi mbi 40 gradë, sisteme shpimi që mund të operojnë në thellësi mbi 5 metra, instrumente që mund të funksionojnë në temperatura në -100 gradë Celsius. Dhe këtu është paradoksi. Për të gjetur atë që po kërkojmë, na duhet teknologji që do të zhvillohet vetëm nëse vazhdojmë të financojmë kërkimin. Por për të financuar kërkimin, duhet të bindim publikun dhe politikanët se ka diçka për të gjetur. Dhe për ta bindur ata, na duhen prova. Por provat mund të merren vetëm me teknologji që ende nuk kemi. Kjo është një cikël që shkencëtarët e Marsit e njohin mirë dhe që rrallë diskutohet hapur. Por le të shkojmë më thellë në këtë kompleksitet. Le të flasim për diçka që NASA ka debatuar brenda murive të saj, por nuk ka komunikuar qartë. Mundësinë që Marsi të ketë ekosisteme që funksionojnë me parime krejtësisht të ndryshme nga ato toksore. Në shkurt të 2023, një laborator eksperimental në Institutin për Kërkime të Shkretirës në Nevada kreu një eksperiment të jashtëzakonshëm. Shkencëtarët morën mikrobe nga një mjedis ekstrem në tokë, liqeni mono në Kaliforni, një liqe me kripëra shumë të larta dhe pH shumë alkalin. Pastaj i ekspozuan këto mikrobe ndaj kushteve marsiane të simuluara: presioni i ulët, temperatura osciluese, rrezatim UV intensiv dhe atmosferë me 25 dioksid karboni. Pritshin që mikrobet të vdisnin brenda orëve. Por një përqindje e vogël, rreth 3%, mbijetoi për më shumë se 20 ditë. Madje, disa prej tyre filluan të shumëzohen pasi u përshtatën me kushtet e reja. Ky rezultat nuk u publikua në media kryesore. Dolën vetëm në revista të specializuar si Extremophils. Por brenda komunitetit shkencor, ai shkaktoi një debat të ashpër. Nëse mikrobet toksore mund të mbijetojnë në kushte marsiane, çfarë mund të bëjnë mikrobet që janë evoluar në Mars prej miliarda vjetësh? Çfarë përshtatjesh mund të kenë zhvilluar që ne as nuk mund t'i imagjinojmë? Dr. Lynn Rothschild nga Ames Research Center ka propozuar një koncept që ajo e quan jetë hije. Ideja është se mund të ketë organizma në Mars që nuk bazohen në metabolizma që ne njohim. Në vend që të përdorin ATP si monedhë energjetike, siç bëjnë të gjitha qelizat toksore, ato mund të përdorin molekula krejtësisht të ndryshme. Në vend që të kenë DNA si material gjenetik, ato mund të kenë polimere që ne ende nuk i kemi zbuluar.
Në vend që të jetojnë në ujë lëngshëm, ato mund të jetojnë në lëngje kriogjenike ose madje në filma molekulare në sipërfaqen e shkëmbinjve. Nëse kjo është e vërtet, atëherë të gjitha instrumentet që kemi dërguar në Mars janë të dizajnuara për të detektuar llojin e gabuar të jetës. Ne po kërkojmë për diçka që ngjan me jetën toksore. Por nëse jeta marsiane është thelbësisht e ndryshme, atëherë po kalojmë pranë saj pa e parë. Kjo nuk është shkenç fikcion, është një hipotezë vlefshme shkencore që po merr gjithnjë më shumë vëmendje. Në mars të 2023, National Science Foundation i Shteteve të Bashkuara financoi një program kërkimor 5 vjeçar për të eksplorimi biokimijë alternative. Qëllimi është të dizajnohen instrumente që mund të detektojnë jetë që nuk bazohet në supozime toksore. Por këto instrumente nuk do të jenë gati para vitit 2030. Dhe kjo na sjellte një pyetje thelbësore që rrallë bëhet hapur. Çfarë nëse kemi tashmë kalluar pranë provave për jetë marsiane dhe nuk i kemi njohur ato? Në tetor të 2022, një shkencëtar i quajtur Dr. Sean McMahon nga Universiteti i Edimburgut ribotoi të dhënat nga Curiosity për periudhën nga viti 2016 deri në 2019. Ai zbuloi një model në luachmërinë e metanit që ishte shpërfillur në analizat paraprake. Çdo 86 ditë, përqendrimi i metanit në atmosferë rritej me rreth 18%, pastaj binte përsëri. Ky cikël përsëritej me saktësi të jashtëzakonshme. McMahon analizoi të gjitha shpjegimet e mundshme abiotike, cikle geotermike, çlirim nga shkëmbin, reaksione kimike sezonale. Asnjë nuk përputhej me të dhënat. Por kur ai krahasoi modelin me emetimin e metanit nga kolonitë e baktereve metanogjenike në tokë, korelacioni ishte 98%. Ai botoi gjetjet në revista Nature Geoscience me një titull të kujdesshëm: Periodiciteti i metanit në Mars, shpjegime alternative dhe kërkesa për studim të mëtejshëm. Artikulli nuk pretendoi se kishte gjetur jetë, por nënbizoi se modeli ishte konsistent me aktivitet biologjik dhe se duhet të merrej seriozisht. Brenda një jave, ai mori thirrje nga 2 agjenci hapësire që i kërkuan të mos diskutonte gjetjet publikisht derisa të bëheshin verifikime të mëtejshme. Ai pranoi, dhe kështu, publike nuk mësoi asgjë për këtë për 6 muaj. Kjo është një shembull i asaj që unë quaj disiplinë komunikimi shkencor. NASA dhe institucionet e tjera kanë protokolle të rrept për atë që mund të komunikohet dhe kur. Këto protokolle ekzistojnë për një arsye: për të shmangur panikun, keq interpretimet dhe dëmtimin e reputacionit. Por ato krijojnë gjithashtu një vonesë sistematike ndërmjet zbulimit dhe komunikimit publik. Dhe kjo vonesë shpesh interpretohet si fshehje, edhe kur nuk është. Por ka një level tjetër kompleksiteti që duhet diskutuar. Dhe ky është ndoshta aspekti më i vështirë për t'u pranuar për çdo kënd që dëshiron përgjigje të qarta. Është e mundur që pyetja a ka jetë në Mars të mos ketë përgjigje binare. Kjo duket e çuditshme. Sigurisht që është po ose jo, ose ka jetë ose nuk ka. Por në shkencë, veçanërisht në shkencën e kufirit, pyetjet shpesh nuk kanë përgjigje të tilla të thjeshta. Ato kanë përgjigje që varen nga si përkufizoni termat. Çfarë është jeta? Kjo është një nga pyetjet më të vjetra në filozofinë e shkencës. Në tokë kemi një përkufizim që funksionon mjaft mirë. Jeta është një sistem kimik që vetë organizohet, që riprodhohet dhe që evoluon nëpërmjet seleksionit natyror. Por ky përkufizim është i bazuar në një mostër prej një, jetën toksore. Nëse ekziston jetë që nuk riprodhohet në mënyrën që e njohim ne, ose që nuk evoluon nëpërmjet mutacioneve të rastësishme, a është ende jetë? Në janar të 2023, një panel ndërkombëtar shkencëtarësh u mblodh në Institutin e Kërkimeve të Hapësirës në Boulder, Colorado, për të diskutuar këtë çështje. Ata arritën një konkluzion që mund të tingëllojë rënqethës. Ne nuk mund të përkufizojmë jetën në mënyrë që të jetë universalisht e vlefshme. Çdo përkufizim që japim do të jetë ose shumë i gjerë, aq sa të përfshijë fenomene që qartë nuk janë jetë, ose shumë i ngushtë, aq sa të përjashtoj mundësisht forma jete që thjesht nuk ngjajnë me atë që njohim. Ky konkluzion u publikua në revista Life në shkurt të 2023, por nuk mori shumë vëmendje. Por ai ka implikime të thella për misionet e Marsit. Nëse nuk mund të përcaktojmë se çfarë po kërkojmë, si mund të dimë nëse e kemi gjetur? NASA e di këtë, dhe kjo është njëra nga arsyet pse agjencia është aq e kujdesshme me pretendimet.
Ajo nuk dëshiron të jetë në pozitën ku shpall se ka gjetur jetë, vetëm që më vonë komuniteti shkencor të debatojnë nëse ajo që u gjet kualifikohet vërtet si jetë. Por kjo na çon te një paradoks edhe më i thellë. Nëse e vetmja mënyrë për të qenë krejtësisht të sigurt se diçka është jetë, është ta sjellim në tokë dhe ta studiojmë me çdo mjet që kemi, atëherë çdo shpalje e jetës marsiane do të duhet të presë deri në fund të misionit të kthimit të mostrave. Dhe ai mision, nëse gjithçka shkon sipas planit, nuk do të përfundojë para vitit 2038 ose 39. Kjo do të thotë që edhe nëse Perseverance gjen baktere të gjalla nesër, publiku nuk do ta di me siguri për 15 vjet të tjerë. A është kjo e pranueshme? A është e etikshme? A është shkencërisht e nevojshme? Këto janë pyetje pa përgjigje të lehta. Dhe ato po debatuar tani brenda NASA-s, brenda komunitetit shkencor dhe gjithnjë e më shumë në publik. Por ka një pyetje tjetër që shpesh harrohet në këtë debat, dhe është kjo: çfarë nëse Mars është vetëm fillimi? Në sistemin diellor ka të paktën 5 trupa qiellore ku jeta mund të ekzistojë: Marsi, Europa, Enceladi, Titani dhe Tritoni. Çdo një prej këtyre botëve ka kushte që në njërin anë janë ekstreme dhe në anën tjetër janë brenda parametrave që dim se jeta mund të tolerohet. Europa ka një oqean nëntoksor që përmban më shumë ujë se të gjithë oqeanet e tokës të kombinuara. Enceladi ka gjejzera që lëshojnë ujë të ngrohtë nga brendësia e tij direkt në hapësirë, ku ne mund ta grumbullojmë dhe analizojmë pa zbritur. Titani ka liçene dhe dete, jo të ujit, por të metanit të lëngshëm, ku kimia organike mund të ndodhë në mënyra që ne as nuk kemi teorize ende. Nëse Marsi ka jetë, atëherë jeta në sistemin diellor nuk është e rrallë, është e zakonshme. Dhe nëse është e zakonshme në sistemin ton diellor, një sistem mesatar rreth një illi mesatar në një galaktik mesatare, atëherë universi është me shumë të ngjarë plot me jetë se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Kjo është ajo që qëndron pas shumë kujdesit të NASA-s. Jo frika për të qenë gabim për Marsin, por ndërgjegja se përgjigja për Marsin do të ndryshojë mënyrën se si mendojmë për universin. Dhe një ndryshim i tillë duhet të bëhet me përgjegjësi, me kujdes dhe me respekt për peshën e asaj që po shpallejme. Por le të kthehemi tek Marsi, sepse ka një fakt përfundimtar që duhet diskutuar. Dhe ky fakt nuk ka të bëjë me atë që kemi gjetur, por me atë që nuk kemi mundur ta gjejmë ende. Në prill të 2023, një grup shkencëtarësh nga MIT botoi një analizë statistikore të gjitha anomalisë të raportuara në Mars që nuk kanë marrë shpjegim të plotë. Ata grumbulluan 588 raste nga vitet 2000 deri në 2023. Këto përfshinin pike të nxehtësisë termike që shfaqen dhe zhduken, reflektime radari që nuk përputhen me gjeologji të njohur, variacione atmosferike që nuk modelohen nga parashikimet, struktura në imazhe që ngjajnë me formacione biologjike, dhe lëshime gazi që nuk kanë burim të identifikuar. Nga të 588 anomalit, 362 janë ende të pashpjeguara. Kjo do të thotë se 62% e fenomeneve anomale në Mars nuk kanë shpjegim shkencor të konfirmuar. Ky raport u botua në revista Icarus me një titull që ishte thjesht deskriptiv: Inventari i anomalisë së pazhvilluar në të dhënat e Marsit, një analizë sistematike. Por brenda, ai përmbante një rekomandim të qartë: nevojiten më shumë resurse për të analizuar këto anomali, sepse shumë prej tyre mund të jenë çelësa për të kuptuar procese që ne nuk i dim ende. NASA nuk ka komentuar publikisht për këtë raport, por brenda, ai u shpërnda gjerësisht. Disa shkencëtar argumentuan se shumica e anomalisë janë thjesht zhurmë në të dhëna, artefakte instrumentale ose fenomene që do të shpjegohen me kohë. Të tjerë argumentuan se disa prej tyre mund të jenë sinjale të rëndësishme që po injorohen, sepse nuk përshtaten me prioritetet aktuale të misioneve. Dhe kjo na kthen te pyetja qendrore. Sa prej asaj që nuk e kuptojmë për Marsin është sepse nuk kemi mjetet për ta kuptuar, dhe sa është sepse nuk jemi duke e parë në mënyrën e duhur? Kjo është një pyetje që shkencëtarët e Marsit e bëjnë vetes çdo ditë, dhe është një pyetje që nuk ka përgjigje të lehtë. Sepse për ta kuptuar Marsin, duhet të bëjmë diçka që njerëzit nuk janë shumë të mirë në të. Duhet të pranojmë se ne nuk dim. Duhet të ulemi përpara faktit se pas 50 vjetësh eksplorim, pas 23 misioneve, pas mijëra publikimeve shkencore,
Marsi mbetet një planet që na befasën çdo herë që e shohim më nga afër. Dhe ndoshta kjo është mësimet e vërtet që Marsi na jep. Jo përgjigje, por pyetje. Jo siguri, por dyshim. Jo fund i udhëtimit, por fillim i një udhëtimi shumë më të gjatë. Sepse në fund, të gjitha të dhënat, të gjitha anomalit, të gjitha debatet dhe të gjitha heshtjet na çojnë në të njëjtën përfundim. Marsi është një botë që nuk i përgjigjet pyetjeve tona. Ai i kthen ato tek ne, të transformuara, më të thella, më shqetësuese. Dhe ky ndoshta është sekreti më i madh i NASA-s. Jo që ka prova për jetë që po mbahen sekret, por që provat që ka janë aq ambigue, aq të ndërlikuara dhe aq jashtë kornizave tona konceptuale, sa që vetë pyetja a ka jetë në Mars mund të mos jetë pyetja e duhur për t'u bërë. Ndoshta pyetja e vërtetë është: çfarë është Marsi duke na mësuar për kufijtë e njohurisë son? Dhe jemi ne gati të dëgjojmë përgjigjen? Por çfarë nëse pyetja e gabuar po na pengon të shohim diçka shumë më thelbësore? Çfarë nëse Marsi nuk është thjesht një planet ku po kërkojmë jetë, por një pasqyrë ku po shohim kufijtë e vetë natyrës tonë të menduarit? Le të ndalemi këtu. Le ta largojmë vëmendjen për një moment nga shifrat, nga instrumentet, nga debatet teknike. Le të bëjmë një pyetje që shkencëtarët rrallë e bëjnë me zë të lartë, por që të gjithë e mendojnë në heshtje kur mbyllin raportet dhe shikojnë në errësirën e hapësirës. Çfarë po kërkojmë vërtet? Kur Perseverance merr një mostër shkëmbi dhe e vendos në një tub të vulosur për një udhëtim miliarda kilometra drejt tokës, ai nuk po merr thjesht një copë guri, po merr një copë të një realiteti që nuk i përgjigjet kategorive tona. Ai nuk është gjallë apo i vdekur në mënyrën që ne e kuptojmë këtë ndarje. Ai është diçka ndërmjet, diçka jashtë, diçka që gjuha jon nuk ka fjalë për ta përshkruar. Kjo nuk është filozofi e kotë. Kjo është problemi qendror i astrobiologjisë. Ne po përpiqemi të identifikojmë jetë duke përdorur kritere që janë zhvilluar për të përshkruar një formë të vetme jete në një planet të vetëm, në një kontekst të vetëm kozmik. Është si të përpiqesh të matësh ngjyrën e dritës me një instrument që është ndërtuar vetëm për të matur peshën. Instrumenti mund të japë një shifër, por shifra nuk do të ketë kuptim. Dr. Carol Cleland nga Universiteti i Colorados e ka quajtur këtë problemin e shëmbullit të vetëm. Ne kemi vetëm një shembull jete, jetën toksore. Çdo teori që ndërtojmë për atë që është jeta, do të jetë me pasojë përzierë me karakteristikat specifike të atij shembulli. Është e pamundur të nxjerrim një teori të përgjithshme nga një rast i vetëm. Në logjik, kjo quhet gabimi i induksionit të paplot. Dhe megjithatë, tërë shkenca e astrobiologjisë është ndërtuar mbi këtë gabim sepse nuk kemi alternativë. Por Marsi na jep një mundësi për ta korrigjuar këtë gabim. Nëse gjejmë jetë atje, dhe nëse ajo jetë është e ndryshme nga jeta toksore në mënyra thelbësore, atëherë do të kemi dy shembuj. Dhe dy shembuj janë infinitisht më të vlefshëm se një, sepse ato na lejojnë të fillojmë të shohim modele, të identifikojmë parimet universale, të ndërtojmë një teori të vërtet të jetës që nuk është thjesht përshkrim i jetës toksore. Por ja paradoksi. Sa më shumë e studiojmë Marsin, aq më shumë kuptojmë se edhe nëse gjejmë diçka, ne nuk mund të jemi të sigurt se çfarë kemi gjetur, sepse kategoritë tona janë shumë të ngushta. Ne po kërkojmë për DNS, për membrane qelizore, për procese metabolike që ngjajnë me tona. Por çfarë nëse jeta marsiane nuk ka asnjë prej këtyre? Çfarë nëse ajo funksionon me parime që ne as nuk kemi imagjinuar ende? Në shkurt të 2024, një grup fizikantësh teorik nga Universiteti i Harvardit botoi një artikull që propozonte një kornizë krejtësisht të re për të menduar për jetën. Ata argumentuan se jeta nuk duhet të përkufizohet nga komponentët e saj kimik, por nga vetit e saj emergjente. Një sistem është i gjallë nëse mund të ruaj organizim të ulët entropie në një mjedis me entropi në rritje. Me fjalë të tjera, jeta është çdo gjë që i reziston kaosit. Ky përkufizim është mjaft i gjerë sa të përfshi forma jete që nuk ngjajnë as pak me atë që njohim. Mund të përfshi sisteme që nuk riprodhohen në mënyrën biologjike, por që vetë organizohen në mënyra të tjera. Mund të përfshi struktura që nuk janë të bazuara në karbon, por në silikon apo në kimika që ne as nuk i dim ende.
Mund të përfshi procese që ndodhin në shkallë kohore aq të ngadalta sa ne nuk i njohim si jetë, sepse nuk lëvizin në kohën tonë. Nëse ky përkufizim është i saktë, atëherë Marsi mund të jetë plot me jetë që ne thjesht nuk po e shohim. Jo sepse është e fshehur, por sepse ne nuk po shikojmë me sytë e duhur. Kjo në qonë të një pyetje edhe më e thellë. Çfarë nëse e vetmja gjë që na pengon të gjejmë jetë në Mars është mënyra se si e konceptojmë jetën? Çfarë nëse sekreti që NASA po mban nuk është një dokument i klasifikuar apo një gjetje e fshehtë, por thjesht një mungesë e kornizave konceptuale që mund ta përshkruajnë atë që po shohim? Kjo tinglon si filozofi abstrakte, por ka pasoja praktike të drejtpërdrejta. Nëse ne nuk mund të përcaktojmë se çfarë po kërkojmë, atëherë ne nuk mund të ndërtojmë instrumente që e kërkojnë atë. Dhe nëse instrumentet tona janë të dizajnuara për të gjetur vetëm atë që tashmë e dim se ekziston, atëherë ne nuk do të gjejmë kurrë diçka vërtet të re. Ky është problemi që po përballet NASA tani. Çdo instrument që dërgohet në Mars duhet të dizajnohet vite para se të niset. Dizajni i tij bazohet në supozimet tona për atë që do të gjejmë. Por nëse supozimet janë të gabuara, atëherë instrumenti nuk do të funksionojë. Dhe kur kthehen të dhënat, ne nuk do të dimë nëse mungesa e rezultateve është sepse nuk ka asgjë atje, apo sepse instrumenti ishte i verbër për atë që ishte atje. Por ka një shtresë tjetër në këtë histori. Një shtresë që shkencëtarët diskutojnë në konferenca të mbyllura, por që rrallë arrin tek publiku. Dhe kjo është: çfarë nëse Marsi nuk është një rast i vetëm? Çfarë nëse gjithçka që po mësojmë për këtë planet është një shenjë e diçkaje shumë më të gjerë? Le të mendojmë për një moment për shkallën. Në univers ka 200 miliard trilion yje. Rreth çdo ilit orbiton mesatarisht të paktën një planet. Kjo do të thotë se ka më shumë planete në univers se sa kokra rëre në të gjitha plazet e tokës. Dhe ne po shohim vetëm një prej tyre. Çfarë po ndodh në planete tjerë? A ka procese të ngjashme? A ka kimika të ngjashme? A ka pyetje të ngjashme që civilizimet e tjera po i bëjnë vetes, kur shikojnë në qiellin e tyre dhe shohin pika të kuqe drite në errësirë? Kjo nuk është spekulim i kot. Kjo është pyetja që qëndron në zemër të gjithë këtij projekti. Nëse Marsi ka jetë, ose nëse kishte jetë dikur, atëherë jeta nuk është një aksident kozmik që ndodhi vetëm në një vend. Është një pronësi e universit, diçka që lind kudo ku kushtet janë të duhura. Dhe nëse është kështu, atëherë ne nuk jemi të vetëm. Kur nuk kemi qenë të vetëm dhe kur nuk do të jemi të vetëm. Por kjo ka një pasojë që rrallë diskutohet. Nëse jeta është e zakonshme, atëherë ajo ka filluar e ka mbaruar miliarda herë në histori e universit. Janë lindur civilizime, kanë ndërtuar teknologji, kanë shikuar në yje, kanë bërë të njëjtat pyetje që po bëjmë ne. Dhe pastaj, për arsye që ne as nuk i dim ende, ato kanë zhdukur. Yjet e tyre janë shuar, planetet e tyre janë ftohur, dhe gjithçka që ka mbetur janë molekula organike të shpërndara në shkëmbin që askush nuk po i lexon më. Kjo është realiteti që Marsi po na kujton. Jo vetëm jeta është e mundur, por që jeta është e përkohshme. Çdo gjë që fillon, mbaron. Çdo kompleksitet që ndërtohet, shpërbëhet. Çdo pyetje që bëhet, mbetet pa përgjigje. Kush zëri që e bën atë, pushon se ekzistuari. Dhe kjo na kthen te momenti aktual. Këtu, tani, në këtë planet blu që orbiton një yll të zakonshëm në periferinë e një galaktike mesatare. Ne jemi këtu. Ne jemi të gjallë. Ne po bëjmë pyetje. Ne po studiojmë Marsin. Ne po përpiqemi të kuptojmë vendin tonë në univers. Por çfarë po na thot Marsi? Po na thot se nuk ka përgjigje absolute. Po na thot se çdo njohuri është e përkohshme. Po na thot se pyetjet janë më të vlefshme se përgjigjet, sepse pyetjet janë ato që na mbajnë gjallë, kurioze, në lëvizje përpara. Le të kthehemi te ajo që nuk e dim, sepse lista e asaj që nuk e dim për Marsin është shumë më e gjatë se sa lista e asaj që e dim. Ne nuk e dim nëse ka ujë të lëngshëm në thellësi më të mëdha se sa kemi shpuar. Ne nuk e dim nëse ka aktivitet vulkanik rezidual që ende lëshon nxehtësi dhe gaze në sipërfaqe. Ne nuk e dim nëse atmosfera e hershme ishte e mjaftueshme për të mbajtur oqeane për miliona vjet apo vetëm për mijëra vjet. Ne nuk e dim nëse jeta që mund të ketë ekzistuar ishte e thjeshtë si bakteret tona apo komplekse në mënyra që ne as nuk i imagjinojmë dot.
Ne nuk e dim nëse Marsi humbi atmosferën e tij për shkak të mungesës së fushës magnetike apo për shkak të ngjarjeve katastrofike që ndodhen në një moment të caktuar. Ne nuk e dim nëse shkëmbinjtë që po mostrojmë janë përfaqësues të planetit të tërë apo vetëm të një zone shumë të veçantë. Ne nuk e dim nëse molekulat organike që po gjejmë janë mbetje nga procese biologjike apo produkte të reaksioneve kimike që ndodhin në mënyra që ende nuk i kuptojmë. Ne nuk e dim nëse metani që po detektojmë vjen nga baktere që jetojnë në thellësi apo nga procese gjeologjike që nuk kemi modeluar ende. Ne nuk e dim nëse strukturat që ngjajnë me fosile janë vërtet fosile apo thjesht forma që rasti ka krijuar dhe që truri ynë, i trajnuar për të parë modele, i interpreton si diçka më shumë. Ne nuk e dim nëse temperaturat në thellësi janë të mjaftueshme për të mbajtur jetë aktive, apo vetëm mjaft të larta për të ngadalësuar vdekjen e mikroorganizmave që mbeten atje miliona vjet më parë. Ne nuk e dim nëse perklorate që gjejmë në tokë janë pengesa absolute për jetën, apo thjesht një sfidë që jeta ka mësuar ta kapërcej. Ne nuk e dim nëse anomali që shikim në të dhënat tona janë sinjale reale, apo zhurmë instrumentale që duhet filtruar. Ne nuk e dim nëse modelet statistikore që përdorim për të interpretuar të dhënat janë adekuate për një mjedis që është kaq i ndryshëm nga çdo gjë që kemi studiuar më parë. Ne nuk e dim nëse misionet e ardhshme do të gjejnë prova më të qarta, apo do të gjejnë vetëm më shumë kompleksitet që do të na detyrojë të rishikojmë gjithçka që mendonim se e dinim. Ne nuk e dim nëse kthimi i mostrave në tokë do të zgjidhë çështjen apo do të hap pyetje të reja që do të kërkojnë dekada të tjera hudumtimi. Ne nuk e dim nëse jemi vetëm në sistemin diellor apo nëse Europa, Enceladi dhe Titani po mbajnë biosferat e tyre në thellësitë e tyre të fshehura. Ne nuk e dim nëse jeta është një ngjarje rrallë që ka ndodhur vetëm disa herë në sistemin ton apo një pronësi universale që shfaqet kudo ku kushtet janë brenda një dritareje të gjerë parametrash. Ne nuk e dim nëse pyetja a ka jetë në Mars. Është madje pyetja e duhur për t'u bërë. Ndoshta pyetja duhet të jetë: çfarë lloj procesi po ndodh në Mars që ne ende nuk kemi një kategori për ta përshkruar? Të gjitha këto nuk e dim janë të vërteta. Ato nuk janë fshehje. Ato janë kufit natyral të njohurisë njerëzore në këtë moment në historinë tonë. Ne jemi një specie e re që sapo po fillon të shohë jashtë planetit të saj. Ne kemi mjete të mrekullueshme, por të kufizuara. Kemi njohuri të thella, por të paplot. Kemi kurreshtje të pafundme, por kohë të kufizuar. Dhe kjo është pjesa më e vështirë për t'u pranuar. Se ne do të vdesim përpara se të kemi përgjigje. Se çdo njeri që jeton sot nuk do të di kur me siguri të plot nëse Marsi ka jetë. Do të dim më shumë se sa dim sot. Do të kemi prova më të mira. Do të kemi instrumente më të sofistikuar. Por siguria absolute, lloji i sigurisë që mbyll një debat dhe që lejon një përgjigje po ose jo, nuk do të vijë në jetën tonë. Dhe ndoshta kjo është në rregull. Ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Sepse nëse do të kishim të gjitha përgjigjet, nuk do të kishim më arsye për të shikuar nyje. Kurreshtja nuk lind nga dijenja. Ajo lind nga ignoranca. Ajo lind nga njohja se ka diçka atje jashtë që ne nuk e kuptojmë ende. Dhe kjo njohuri është ajo që na shtyn përpara, që na bën të ndërtojmë raketa, që na bën të dërgojmë sonda në miliarda kilometra, që na bën të kalojmë jetën tonë duke studiuar fotografitë e një shkretire të kuqe në një planet që asnjëri prej nesh nuk do ta shkel kurrë. Por pse e bëjmë këtë? Pse shpenzojmë miliarda dollar për të studiuar një planet që mund të mos ketë asgjë më shumë për të ofruar përveç shkëmbinjve dhe pluhurit? Pse na intereson atë shumë nëse ka jetë atje? Sepse përgjigja për Marsin është përgjigje për veten tonë. Nëse gjejmë jetë atje, ne mësojmë se nuk jemi një aksident. Se zheta është një pasojë e ligjeve të universit, diçka që do të ndodh kudo ku kushtet janë të duhura. Dhe kjo na bën më pak të vetmuar, por gjithashtu më pak special. Nëse nuk gjejmë jetë atje, ne mësojmë se jeta është e rrallë, se ne jemi një përjashtim, diçka që ka ndodhur vetëm një herë në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë. Dhe kjo na bën më special, por gjithashtu më të vetmuar. Që të dyja përgjigjet ndryshojnë diçka thellësore në mënyrën se si e shohim veten. Dhe kjo është arsyeja pse Marsi ka rëndësi, jo për shkak të tij, por për shkak të nesh. Aminticiva se si filloi ky udhtim. Filloi me një pyetje: çfarë po fsheh NASA? Por tani, në fund të këtij eksplorimi, kemi një përgjigje të ndryshme. NASA nuk po fsheh sekrete në kuptimin klasik.
po fsheh diçka më të thellë dhe më të vështirë për t'u pranuar. Pasigurinë e vetë shkencës. Ne duam të besojmë se shkenca jep përgjigje definitive, por e vërteta është se shkenca jep vetëm parafrime progresive të së vërtetës. Çdo teori është e përkohshme, duke pritur të zvendësohet nga një teori më e mirë. Çdo gjetje është provizore, duke pritur konfirmim nga të dhënat e reja. Çdo përfundim është i hapur për rishikim kur provat e kërkojnë atë. Kjo nuk është dobësi, kjo është forca e shkencës. Aftësia për të ndryshuar mendje kur të dhënat e kërkojnë atë. Aftësia për të thënë nuk e di ende kur të dhënat nuk mjaftojnë. Aftësia për të jetuar me pasiguri dhe për të vazhduar të kërkosh megjithatë. Dhe Marsi është mësuesi më i mirë i kësaj mësimi, sepse sa më shumë e studiojmë atë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Çdo mision zbulon më shumë kompleksitet. Çdo instrument gjen më shumë anomali. Çdo fotografi tregon detaje që nuk përshtaten në modelet tona. Por në vend që kjo të na dekurajon, ajo duhet të na frymëzojë, sepse nënkupton se universi është më i pasur, më i çuditshëm dhe më i mahnitshëm se sa kemi imagjinuar. Nënkupton se ka ende mistere për t'u zbuluar, dhe nënkupton se puna jon nuk ka mbaruar. Ndoshta një ditë, në një të ardhme që ne nuk do ta shohim, një mision do të zbresë në Mars dhe do të gjejë diçka që është padyshim jetë. Ose ndoshta do të konfirmojë se Marsi është vërtet i vdekur, një botë që humbi shansin e saj miliarda vjet më parë. Por deri atëherë, ne jetojmë në hapësirën e pasigurisë, dhe kjo hapësirë nuk është e zbrazët. Është plot me mundësi, është plot me pyetje që presin të pyeten, është plot me zbuluese që presin të bëhen. Pra çdo herë që shikoni në qiellin e natës dhe shihni atë pikë të kuqe drite, dini se ajo është Mars. Një botë që është njëkohësisht e afërt dhe e largët, e njohur dhe e panjohur, e studiruar nda 23 misione dhe ende një mister. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ne nuk mund ta lëm pas dore, sepse Marsi nuk është thjesht një planet. Është një pasqyrë ku shohim veten tonë. Shohim kufirin e njohurisë sonë. Shohim kurorën tonë për të kuptuar. Shohim frikën tonë nga e panjohura dhe guximin tonë për të hyrë në të megjithatë. NASA e di këtë, shkencëtarët e dinë këtë, dhe tani ju e dini këtë gjithashtu. Sekreti i Marsit nuk është në atë që është atje. Është në atë që ne jemi këtu, duke parë, duke pyetur dhe duke mos ndaluar kurrë së kërhuari. Sepse në fund, të vetmet sekrete që vërtet vlen të zbulohen, nuk janë ato që fshihen nga të tjerët. Janë ato që universi i fsheh brenda vetes. Dhe ato sekrete nuk zbulohen me dokumente të filtruar apo teori komplotit. Ato zbulohen me durim, me kureshtje dhe me prirjen për të jetuar me pyetje që mund të mos kenë kurrë përgjigje përfundimtare. Marsi po pret, jo me përgjigje, por me pyetje të reja që do të na mbajnë zgjuar natën, që do të na shtyjnë të ndërtojmë raketa të reja, që do të na bëjnë të ndërrojmë për një të ardhme kur dikush, diku, do të shkel në atë tokë të kuqe dhe do të thotë, jam këtu, dhe më në fund do të dim. Por deri atëherë, ne flasim, ne pyesim, dhe ne pranojmë se këto pyetje janë dhurata më e madhe që universi na ka dhënë. A ka jetë në Mars? Ndoshta, ndoshta jo. Ndoshta pyetja vetë është më e rëndësishme se përgjigja, sepse në momentin që ndalojmë së pyeturi, ne ndalojmë së qeni njerëz. Dhe kjo është e vetmja gjë që e dim me siguri.